Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthimi sërish në program në këtë pjesë tjetër të Live from Tirana në këtë të mërkurë të datës 21 maj, 11:08 është ora eksakte në këtë momente. Unë jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me mua në publikun e transmetimit ndodhet Danko DJ dhe ditën e djeshme duke qenë se po lexoja disa artikuj shumë interesant për gjeneratën Z, e cila shpesh ndryshe nga gjenerata të tjera ha shumë diskutim, bën shumë studime sociale. Më the, të thash, ai që po lexoja ditën e djeshme ishte që gjenerata Z ka frikë nga fjalët dua, ka frikë nga fjala përgjithësi dhe ka frikë nga dashuria, por dhe thash me vetë duhet bëj një temë për këtë gjeneratën Z dhe thash këtë ftoj në program dhe thash Jacqueline Lekatari. Jo më kohë Jacqueline Lekatari për gjithë eksperiencën e saj në media dhe jo vetëm, por për shkak se së fundmi ndodhet prej disa muajsh në përputhjen dhe është në 8 muajsh, pothuajse si një shtatzani ose si një kurs floktorie. Dhe është në kontakt të përditshëm me gjeneratën Z, aty që kërkon të dashurohet, por që shpesh ndodh që të dalin pa një happy end, pra pa një fund të lumtur siç ishte rasti Gentit që kisha dje në program. Zhaku, mirë se vjen në Live from Tirana, të shoh mirë. Faleminderit gjithashtu. Kënaqësi me ty gjithmonë. Gjenerata Z. Duhet të shqetësohemi për gjithë diversitetin e saj? Jo, më pëlqen shumë diversiteti që na ka sjell gjenerata Z dhe më pëlqen fakti që po mundohen të rikonceptojnë ndjenjën, sentimentin, dashurinë, po vendosin disa kufi të rinj, po kërkojnë të gjejnë vetveten në marrëdhënie, ato individualitetin e kanë të fortë, po ndoshta janë pak më të friksuar, por e shohin dashurinë jo në mënyrën tradicionale dhe klasike, si e ka parë edhe gjenerata ime që është një gjenerat millennials, pra e lindur në fillim të viteve të 10, ndërsa gjenerata Z është në fund të viteve 90 dhe në vitet 2000, pra konteksti kulturor, dhe kur flas për kontekst kulturor, flas jo vetëm për edukimin prindëror apo edukimin apo rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë, por për filmat, për muzikën, për tekstet, për kulturën pop, për sitcomat që kemi parë, të cilët kanë ndikuar në identitetin ton, në mënyrën se si jemi formuar dhe në mënyrën se si ne perceptojmë dashurinë, marrëdhënien, lidhjen romantike. E kuptoj. Përpara se të shkojmë tek marrëdhëniet romantike, që është një highlight kryesor i gjeneratës Z në ditët e sotme, që do të diskutojmë pothuajse pjesë më të madhe të programit. Çfarë e bën të veçantë të gjeneratë ndryshe nga gjeneratat e tjera, Zhak? Shiko, gjenerata Z mendoj që është më ndërlidhur me teknologjinë. Një element që gjenerata ime nuk e ka pasur. Pra, kur unë kam qenë në të 20-tat e mia apo pak më tutje, interneti u popularizua dhe u bë universal, edhe në pjesën e Evropës, sigurisht edhe më vonë pastaj në Shqipëri. Kështu që mënyra se si ne njiheshim me njëri tjetrin apo krijonim kontaktet e para ishte në analogjike ose fizike. Pra, nuk ndodhte me like, me sin, me stories, me tags. Sot është një mënyrë tjetër e të përjetuarit dhe të njohjes së dashurisë. Dhe ndonjëherë kjo marrëdhënie as nuk zhvillohet jashtë ose në jetën e vërtetë në botën reale, sepse çdo gjë zhvillohet nëpërmjet komunikimit virtual, pra njohja, përjetimi i marrëdhënies dhe në fund zhgënjimi dhe ndarja. Pra njerëzit ndoshta nuk takohen fare dhe marrëdhënien e jetojnë vetëm virtuale dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që ndryshon komplet nga mënyra se si ne kemi përjetuar dashurinë. Dakor, pa është i shëndetshëm si element? Varet. Çfarë është e shëndetshme? Është e shëndetshme që të rrim bashkë 40 vjet apo është e shëndetshme ajo që na bën të ndjehemi mirë? Cila është? Varet se është e shëndetshme ajo që na bën të ndjehemi mirë. Nëse ky brez thuhet që nuk e kupton në fakt, nuk është i qartë se çfarë bën të ndihet mirë. Jo, unë mendoj që ky brez është shumë aware, sidomos për sa i përket shëndetit mendor, fenomeneve sociale, ndryshimeve sociale. Po, por është një brez që përballet me shumë sfida të shëndetit mendor dhe shumë individë të gjeneratës Z janë të palumtur. Por është një brez i cili dita emëroi problematikat e shëndetit mendor, ndryshe nga ne, dhe mendoj që akti i parë i rezistencës edhe i rebelimit edhe i forcës është pikërisht emërimi i një situate ose të dhunshme, ose jo të rehatshme, ose jo komode, ose jo sociale. Kështu që mua më pëlqen fakti që flasim për shëndetin mendor, flasim për red flags, flasim për gaslighting, janë të gjitha koncepte të reja me terminologji të re që na tregojnë copoza të ndryshme apo stade të ndryshme të marrëdhënies sentimentale, po edhe të marrëdhënies shoqërore.
Një element tjetër që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, diku e folur gjithmonë për emërimin apo labeling të problematikave të ndryshme, është nxjerrja në pa e marrëdhënieve me prindin. Gjenerata ime ka pasur një heshtje shumë të madhe dhe ishte pamundur që ti të kritikoje mënyrën se si është prindëruar apo marrëdhënien që ti kishe me prindin. Ishte një linj që nuk shkelej. Eksakt. Gjenerata Z e ka shkelur këtë kufi dhe ka kaluar tutje tek ajo vija kuqe që ne kishim vendosur, duke folur për marrëdhënie me prindrit, duke biseduar se sa mungesë komunikimi ka kjo gjenerat me prindrit e vet, që normalisht prindrit duhet janë mosha ime ose pak më lart se sa unë, pra fillimi i millennials. E kuptoj. Kështu që 40 vjeçarët, 45 vjeçarët, 50 vjeçarët e sotëm që po kanë lindur në komunizëm, po adoleshencën e tyre dhe rininë e tyre e kanë kaluar në ato që ne kemi quajtur demokraci në fillim të viteve 90. Kështu që gjithë këto elementet e gjeneratës Z, me thënë të drejtën, mua më pëlqejnë. Zhaku, ti pëlqen gjenerata Z? Po. Do ta elaborojmë më gjërë, më gjatë, sidomos me këto fenomene të reja të gjeneratës Z që kryesisht lidhen në raportet romantike, por të gjitha këto menjëherë pas një bloku të shkurtër publicitar dhe rikthehemi shpejt me Zhakun se kemi shumë për të diskutuar. Duke folur për problemet e gjeneratës Z dhe Zhak, sa ka ndryshuar mënyra se si e koncepton dashurinë sot gjenerata Z krahasuar me brezat e mëparshëm? Shumë, është më demokratike dashuria e gjeneratës Z. Më e mirë apo më e keqe? Jo domosdoshmërisht më e mirë apo më e keqe, më demokratike. Ose nëse është më e mirë e më e keqe, nuk më takon mua që ta them. Thjesht shoqëritë ndryshojnë dhe ndryshojnë edhe sjelljet e individëve. Dhe ajo çka ishte e pranueshme para 100 vitesh apo para 50 vitesh nuk më është më e pranueshme sot. Dhe kjo është okay, jam okay me ato, duhet i pranojmë ndryshimet. Donjëherë kjo bota e re në të cilën ne po jetojmë me këto ndryshime të mëdha sociale, ekonomike, kulturore dhe politike na bën që mos kemi më pika referimi. Dhe gjithashtu kjo kultura e të zgjuarit apo e një investimi në mendimin kritik apo në leximin e atyre të vërtetave unike apo absolute që ne kemi pranuar, kemi rënë dakord si shoqëri, shohim që nuk janë më të vërteta. Dhe kjo na vën në krizë sepse e ardhmja na duket e pasigurt, na duket labile, na duket pa pika referimi dhe pa shtylla të forta. Dhe prandaj shpeshherë kthejmë kohën nga e kaluara, o kthejmë kokën nga e kaluara për të marrë ato modele të së kaluarës, të cilët i kanë mbijetuar viteve e shekujve dhe të cilët mendojmë që janë të shëndetshme dhe të forta mjaftueshëm dhe prandaj ndonjëherë kapemi tek ato se kemi frikë nga e ardhmja. Mua më pëlqen ky fluiditeti me të cilën jetohet në marrëdhëniet. Nuk e shoh problem. Do doja shumë që edhe disa gjenerata që i përkasin të kaluarës, dashurinë, ndarjen, rikthimin, mos i përjetojnë me ndjenja shumë të mëdha derisa të shkojnë në vetë mohim apo në vetë dëmtim. Kupton çfarë dua të them? Jo, është shumë e qartë, por duket se edhe gjenerata Z e dëmton veten duke zgjedhur lidhje toksike, Zhak. Po. Domethënë zgjidhje lidhje toksike, fikson më shumë pas njerëzve që bëjnë ghosting, pas njerëzve që zhduken, pas lidhjes toksike, pra, dhe kur thua toksike pothuajse ke përmbledhur të gjitha. Po, ne po e bënim bisedë bashkë para se të hynim në transmetim, kur unë po të thoja që po të bëjmë një klasifikim të teksteve të së kaluarës, kur kam qenë unë vajzë e re dhe do marr Bleonën, Adelinën, Mirsa Kërcelin, të gjitha tekstet e këmbëve flisnin për një vajzë që është e pavarur, që e fortë, që e di se çfarë do, që asaj nuk intereson nëse ti e tradhton, sepse ajo do ndërtoj vetë të ardhmen e saj. Po të shohim tekstet të cilat janë shumë virale, aktuale ditën e sotme, para 2-3 vitesh u bë shumë virale kënga Toxic Love, dedikuar dashurisë toksike, pra unë të marr, ne kthehemi pra bashkë, ne vuajmë, po prap ajo vuajtja na bën që të kemi një emërues të përbashkët ose një fije shumë të padukshme e cila na mban të ndërlidhur me njëri tjetrin. Unë mendoj që gjenerata e re ka nevojë dhe ka shumë dëshirë për lidhje autentike, por nga ana tjetër ka dhe frikë nga përgjegjësia e këtyre lidhjeve autentike. Pikërisht sepse liria në një lidhje autentike apo lidhje autentike vjen me një përgjegjësi
shumë të madhe, me përgjegjësi morale. Pra, kur ne jemi në lidhje me dikë dhe kjo lidhja nuk është zyrtarizuar, po edhe nëse është zyrtarizuar, nëse është zyrtarizuar kemi një kontratë ligjore dhe kështu që është pak më ndryshe. Po nëse ne jemi duke bashkëtuar me dikë dhe vendosin që mos jemi më me atë personin, ne nuk i detyrohemi asgjë atij personi, po nga ana tjetër kemi një detyrë dhe një përgjegjësi morale ndaj atij personi për t'i thënë që shiko, nuk të dua më. Shiko, kjo gjë midis nesh ka mbaruar. Shiko, mua më pëlqen dikush tjetër. Kështu që kjo është. Por është më e vështirë sot për të pasur qëndrueshmëri emocionale tek të rinjt në lidhje të dashurisë, pra e kanë më të vështirë? Po sepse edhe bota në të cilën ata po jetojnë është më e fragmentarizuar. Është më e pasigurt se sa bota në të cilën jetonim ne. Është me këto modele që janë shpërbër, që janë si disa male rëre që kalon një erë e fortë apo një puhiz shumë e fortë dhe ato shpërbohen me një herë pa themele të forta. Kështu që është normale që janë të pasigurt, është normale që kanë më shumë pikë pyetje, është normale që janë më të friksuar sepse janë më të vetëdijshëm, për çështjet e shëndetit mendor, për fenomenet që ka shoqëria dhe duke qenë më të vetëdijshëm e mendojnë më mirë dhe sigurisht që nuk e hedhin hapin me lehtësi. Ti në nisë të programit the që kjo gjëja më pëlqen sepse është demokratike, me të mirat e të këqijat e saj. Mendoj që është më demokratike. Por duke qenë se sot ka kaq shumë liri për të përzgjedhur partnerin, domethënë mendon që ka më shumë liri sot të përzgjedhin partnerin që duan apo janë më shumë të humbur në shumë opsione? Jo, mendoj që kanë më shumë liri. Shiko, po ta mendosh, po pse të gjitha në kohë që nuk gjejnë një partner të saktë? Më rasti se dje në një bisedë, jo më larg se dje, me një mikeshën time. Gjatë gjithë kohës, sepse nuk gjendet një djalë shumë të mirë, me status të mirë ekonomik, me reputacion të mirë, i këndshëm, i bukur, i pastër, me të gjitha. Por e lash, thash pse e le? Sepse më kërkoi fejes. Pra, duket sikur kjo gjenerata Z nuk di çfarë do dhe rend dhe vrapon pas atij mashkullit ose pas asaj vajzës, kryesisht janë meshkujt ato që bëjnë këtë fenomenin ghosting. Ma shpjego këtë. Që fenomenin ghosting. Jo, më shpjego këtë, pse të rinjt sot nuk zgjedhin dikë që do qëndrueshmëri emocionale, një stabilitet familjar, por vrapojnë pas atij që i lë. Po sepse të thash, sepse të rinjt e sotëm dashurinë nuk e shohin më në mënyrë tradicionale dhe klasike, siç e shikonim ne, unaza, fejesa, martesa, joshja, po të qëndroj ty nga mbrapa për muaj të tërë, derisa kjo joja që ti më the në fillim do kthehet në një po. Nuk e duan më një dashuri të tillë. Dhe nëse më duhet të marr një shembull për një lidhje tipike të gjeneratës Z, mendoj që lidhja Gjesti Egli është tipike e dy njerëzve që duhen, po ka toksicitet mes tyre, pastaj largohen nga njëri tjetri, po pastaj ka nevojë për atë toksicitetin sepse ai toksiciteti e ushqen marrëdhënien e tyre dhe është emoruesi i përpashkët, dhe pastaj mërziten me njëri tjetrin dhe pastaj ofendohen me njëri tjetrin, po kalojnë disa ditë, ju mungon njëri tjetri dhe bëhen prapë bashk. Pra është një marrëdhënie pa kufi, është një marrëdhënie pa etiketime, janë marrëdhënie më të hapura. Pra nëse në të kaluarën ne ishim bashkë me njëri tjetrin derisa vdekja të na ndante, sot ka dhe lidhje të hapura, pra jemi bashkë po edhe si jemi bashkë. Janë marrëdhënie të reja, janë mënyra të reja në perceptimin e shoqërisë, në perceptimin e vetvetes dhe në perceptimin të lidhjes. Kështu që kjo mikesha jote që ti takove dje, ndoshta në këtë moshë nuk dëshiron diçka kaq stabile, nuk dëshiron një fejes, një martesë, përgjegjësi, të mendoj për familjen e saj, po burrin e vet, ndoshta duhet të ketë më shumë eksperiencë të tjera, jo domosdoshmërisht intime, seksuale, dashurore, për të kuptuar se kush është dhe për të ndërtuar identitetin e vet. Por ky brez kaq i përhumbur, kaq i hallakatur, që gati ndonjëherë nuk di se çfarë do, vitet ikin zhak dhe mund të përfundojnë vetëm. Jo, unë shoh shqetësuese. Jo, mua m'pëlqen shumë ky breziri dhe e di pse m'pëlqen shumë, sepse më duket sikur disa norma apo disa të drejta që ne gjenerata e mëparshme kishim frikë të kërkonin për shkak të edukimit që ishte jashtëzakonisht shumë autoritar. Kjo gjenerat po i kalon të gjitha kufit, po i shpërbën të gjitha frikërat tona dhe po i thot këto me zë të lartë. Për shembull, po të marr shembullin e orareve të punës. Gjenerata Z sot do një marrëdhënie shumë të mirë midis angazhimit profesional, bërjes së parave dhe kohës së lirë dhe kohës së kaluar jashtë me vetveten apo dhe me familjen, apo kohës që unë ja dedikoj jo jetës profesionale, po pasioneve të mia. Gjenerata ime nuk e ka pasur këtë. Gjenerata ime ka qenë pas prioritet orarin 9-5. Ka qenë e fokusuar dhe para 10 vjetësh ishte shumë në modë që ti të thoje për vetveten që unë jam huar kohë.
workaholic. Pra unë vdes në punë dhe do ri në punë derisa të mos ketë më të nesërme. Kjo gjenerat thotë jo, unë ideja e workaholic, e të qenit i workaholic, e të punuarit në punë me mbi orë, është një ide kapitaliste, është një ide e neokapitalizmit që të sklavëron, një mënyrë e resklavërimi, një sklavërim në të cilin ne nuk duam të marrim pjesë. Dhe është po kjo gjenerat që edhe një herë i prish ato kufit e asaj që ne konsideronim të pranueshme dhe të thotë, ndoshta ka mënyra të tjera se si ne të bëhemi, të përfitojmë një status, të bëhemi të suksesshëm, të bëjmë para, të arrijmë aty ku duam, jo vetëm mënyra tradicionale që ju na keni treguar. Dhe disa prej tyre kanë pasur edhe sukses. Po lexoj një shprehje shumë të bukur, Zhak, që thoshte sklavërimi, thotë thjesht ka ndryshuar formë, sepse dikur sklavërit mbaheshin në pronat, në vilat e njerëzve të pasur dhe nuk paguheshin por i jepej ushqim, ndërsa sot na paguajnë dhe ne shpenzojmë atë vetëm për ushqim. Shkojmë në reklama dhe rikthehemi pas pak. 11:36 ora eksakte në këtë moment në Live from Tirana dhe jemi duke folur pikërisht për shumicën e audiencës që besojnë na dëgjojnë në këtë moment për gjeneratën Z. Zhak, ka një përplasje mendimesh, një luftë e brendshme sociale, psikologjike, emocionale tek meshkujt e rinj shqiptar që i përkasin relativisht gjeneratës Z. Një përplasje mendimesh me atë që familja e ka injektuar që nuk i përket gjeneratës Z, që ti në shtëpi duhet të sillesh një nuse të mirë, mundësisht të virgjër që nuk ka pasur partner të tjerë, dhe që bën kafen, punon në shtëpi, kujdeset për fëmijët dhe jo pjatat, siç ndodh atje te përputhen. Dhe jo një të përdal, siç e quan kjo gjenerata vjetër. Por ama, këto meshkuj, edhe pse e kanë të injektuar këtë ideologjinë idiote, në realitet nuk duan të kënaqen dhe të argëtojnë dhe të marrin emocion me këto vajza që rrinë në shtëpi, janë dhe të virgjëra, por zgjidhin vajza më liberale, vajza që jetojnë, vajza që e dinë çfarë janë substanca narkotike, vajza që e dinë çfarë është qefi, vajza dhe të pavarura, vajza që shijojnë jetën. Por në fund pastaj shumica përfundojnë edhe beqare pasere për shkak të këtyre ideologjive. Po, është ky grupimi i ri Inçal që quhet, që është kjo pjesa këtyre djemve, të cilët edhe në rrjetet sociale krijojnë një narrativ që është antifeministe dhe që urren dhe denigron dhe demonizon këto vajzat e reja të lira që jetojnë jetën si të duan. Në fakt kjo është një tendencë që po ndodh edhe në botë dhe kjo tendencë po vërehet edhe në votimet që apo mënyrën se si votojnë të rinjt. Dhe tendenca është që vajzat dhe gratë zgjedhin parti që janë më liberale dhe që janë pro punëve sociale, pro mbështetjes së nënave të reja, pro mbështetjes së grave që kanë përjetuar dhunë familje, pro mbështetjes të planifikimit familjar apo të drejtave shëndetësore. Nga ana tjetër, djemtë vërejmë që votojnë apo janë më të prirur që të ndjekin modele të ekstremit tjetër, që janë më konservator, që janë më tradicionale dhe që e përkasin më shumë të kaluarës. Dhe fatkeqësisht kjo është një e vërtet që ka ndodhur sepse vitet e fundit ne jemi fokusuar shumë që të forconim dhe fuqizonim gruan, pikërisht në këtë dëshirën për të zhvilluar vendet dhe për të arritur atë parajsën e barazisë sociale ku burrat dhe gratë kanë si qenie sociale janë të barabartë dhe kanë mundësi dhe oportunitet të barabartë. Por në këto 30 apo 40 vitet e fundit kur ne kemi investuar kaq shumë te vajzat dhe te gruaja, kemi harruar më një anë djemt dhe kemi harruar që këta djemt të trajnojmë apo t'i mbështesim duke ju informuar për këtë grua të re me të cilën do përballeshin, për këtë shoqëri të re e cila ka norma të tjera, ka rregulla të tjera, ka qëllime të tjera. Dhe kështu që shikohet ky gapi apo kjo përplasja midis tyre djemve, të cilët si shembuj kanë shembujt e traditës, më atavik, që i përkasin të kaluarës, që i përkasin atij autoritetit vertikal që vjen nga babai, që i cili është personi kryesor në familje, i cili është ai që vendos për të ardhmen e personave të tjerë, vajzës dhe djalit. Dhe me këto vajza të reja, të cilat jetojnë në botën e re, moderne, jetojnë të lira, që janë vajza që nuk duan domosdoshmërisht të martohen, patjetër të bëjnë fëmijë, jo sepse nuk do e bëjnë kurrë, por nuk është ai qëllimi i jetës së tyre. Dhe kjo vërehet edhe në statistika, pra edhe studimet e fundit këtë tregojnë që kjo është përplasja kryesore që ka gjenerata Z, djem që janë më konservatorë dhe vajza që janë më liberale.
dhe prandaj jemi këtu në ato që quhet epidemia, e quajnë e djemve të vetmuar. E di çfarë ndodh? Këto çunat në Shqipëri kryesisht, pavarësisht që kanë këtë ideologjinë të njëktuar nga familja që në shtëpi do të çoshin gocë të mirë, në thonjza, në jug të Shqipërisë nuk I kemi këto gocat e mira. Pse? Po se nuk kënaqen me këto gocat e mira. Kënaqen me gocat e lira. Pra, për tu argëtuar dhe për tu ndjer vetvetja, zgjedhin gocat që paraqykohen. Dhe në shtëpi, edhe pse nuk ndoshta nuk e duan atë për hir të mentalitetit. Është konteksti tradita, kultura tradicionale dhe patriarkati, sistemi patriarkatit, I cili dhunon njëkohësisht edhe burrat edhe gratë. Nëse në sistemin e patriarkatit gruaja duhet jetë ajo e ëmbla, ajo e buta, ajo që të kupton, ajo që kujdeset për familjen, kujdeset për burrin, po që duhet I bindet burrit të saj, pra një grua e bindur, nga ana tjetër burri duhet jetë ky burri fort, ky burri mashkull alfa, I cili duhet të sigurojë të sjellë parat në familje, po duhet prindëroj mirë, po duhet mbështesi familjen e vet të origjinës, po duhet kuptoj gruan, po duhet ta mbështes gruan, duhet ta mbështes emocionalisht, duhet ta mbështes nga ana profesionale, duhet ta mbështes nga ana ekonomike. Janë shumë gjëra që presim nga vetëm një njeri, nga njerëz që edhe ata janë human dhe kanë problemet e veta dhe përballen me të njëjtat frikëra me të cilat përballet dhe pjesa tjetër e shoqërisë, pra vajzat dhe gratë. Dhe kështu që ky është përfundimi. Pra këto janë mangësi që shoqëritë kanë bërë në strategjitë e zhvillimit, të cilat janë formëzuar dhe janë jetëzuar në 30-40 vitet e fundit. Ama po të kthehemi pak më mbrapa, në vitin 1948, Kombet e Bashkuara kanë nxjerrë deklaratën e të drejtave të njerëzit dhe shumë pak disa vite më pas, pra 55, 65, 75, kanë qenë vite në të cilat janë mbajtur konferencat e para për të drejtat e gruas, nga të cilat kanë dalë disa vendime që duhet të ketë një moshë minimale për të cilën duhet të pranojmë vajzat dhe gratë të martohen. Duhet që vajzat e gratë të ketë të drejtën për të votuar dhe të kenë të drejtën edhe për të kandiduar. Vetëm në vitin 65, midis 65 dhe 75 është marrë vendimi që vajzat e gratë mund të martohen me një burr që ka një shtetësi të ndryshme nga e tyre, apo një etni të ndryshme nga e tyre, dhe nuk janë të detyruara të marrin shtetësinë apo etnin jo, po shtetësinë e burrit me të cilin po martohen. Pra nuk është as 100 vjet që ne merremi me të drejtat e njerëzit, por edhe me fuqizimin e gruas. Kemi edhe pak pyetje dhe pak minuta dhe unë doja të elaboroja edhe 2-3 pyetje. Përfshirja e gjeneratës Z në këtë zgjedhje që ne sapo kaluam ishte e pakët, por gjithsesi ishte aty. Nuk e mendoj kështu. E mendoj ndryshe nga ty. E mendoj që po pati pjesëtar të gjeneratës Z aty. Jo, pati shumë pjesëtar. Unë e shoh që sidomos kjo fushata e fundit elektorale, e shoh që më shumë se kurrë shqiptarët I shoh të depolitizuar. Pra, nëse para 10 apo 15 viteve mbusheshin sheshet kur bënin mitingje partitë politike, sot nuk është më ashtu. Shqiptarët ose qytetarët e Shqipërisë kanë humbur besimin te partitë politike, nuk mendojnë që partia politike është ajo nëna e cila do mendoj për ty, dhe do kujdeset për ty, dhe do kujdeset që jeta jote të jetë aq më e mirë. Pikat e referimit janë kthyer përsëri në familjen dhe jo në nënën parti si ka qenë në kohën e komunizmit. Dhe e humba fillin asaj që po thoja. Unë po thoja këtë që pati disa po te fushata politike dhe duke parë, mendoj që kryeministri i vendit Edi Rama që bën një perfekt në PR, ka magjistari PR-i, ditë shesi çdo gjë, mendoj. E ka kuptuar që nëse kjo tendencë ka ndodhur te moshat e mëdha, imagjino moshat e vogla që nuk janë fare të përfshira. Kështu që si mund ta bëjmë ne fushatën më të lehtë, më interesante, më dinamike, më Big Brother, që të përfshim dhe gjeneratën e re. Dhe kjo fushata e kaluar, për herë të parë në jetën time, mendoj që ka qenë fushata më e çuditshme dhe më amorfe, ka qenë thjesht një spektakël. Mua më dukej sikur edhe ato promot elektorale bëheshin si Big Brotheri. Ja tani Luli, ja Bufi. Pra nuk ishte vullnet politik, programe politike, qëndrime politike. Çfarë më siguron ti mua në 4 vitet e ardhshme? Flasim për pensionet. Okej, si do ta realizosh ti? Më tregon një skem të saktë që unë që jam votues të kuptoj nëse këto premtimet e tua janë pallavra apo janë premtime
qëllime të realizueshme. Dhe mendoj që si vjet kemi pasur një përfshirje shumë më të madhe të rinjve në fushat, pikërisht duke i dhënë fushatës këto tone, hajde gallata, çik bullizuese, çik toksike, po me këngë dhe me valle, po me recitime, po me skeçe humoristike, nuk e kemi parë në fushata të tjera. Edhe politika i është larguar asaj mënyrës tradicionale të bërit politik dhe duket sikur ka vjedhur tendencat e gjeneratës Z, tendencat e TikTok-ut, tendencat e Instagramit apo të aplikacioneve të ndryshme sociale. Po noizi me Lamborghini. Hajde ta përdorim, eksakt. Jo, po zëqeneja. Eksakt. Është përdorur gjenerata Z për të shitur fushatën dhe fushata është bërë si një PR shumë i mirë për të shitur edhe për të ngritur një X biznes. E përdor Jacqueline Lekatari ChatGPT-n? Po e përdor. Për të zgjidh hallet, ku diun pse ka dalë kjo shenja te makina apo për biseda personale. Sidomos për të zgjidhur këtë pse ka dalë kjo shenja te makina. Sepse thuhet që Brezi i ri madje ka meme në TikTok e kështu që thonë që un jam në një raport dashurie të lumtur me ChatGPT-n. Po Chati nuk të kritikon asnjëherë. Po, mendoj që ndonjëherë teknologjia apo ka dhe një të mirë, Zhak, se di çfarë mendoja unë, ulesh me njerëzit në kafe, nuk të dëgjon njëri. Kanë hallat e veta, ose bëjnë sikur të dëgjojnë. Po Chati nuk është njerëzor. Po dakor, po ai të paktën të dëgjon. Po nuk është njerëzor, nuk të kthen përgjigje. Po të paktën të kthen përgjigje me të shkruar. Apo ti mjafton të flasësh diku edhe whatever. Kupton? Po ai mund të këshillojë, atëherë ne kemi nevojë shumë të flasim edhe të komunikojmë me njëri tjetrin, dhe s'kemi më asnjëri që na dëgjon. Ky është problemi jonë. Ky është problemi pra, sepse fakti që këto të rinj po shkojnë drejt ChatGPT-s, do të thotë që ne rreth e përqark nuk kemi njerëz që na dëgjojnë. Shiko Ronaldo, unë kam thënë edhe një herë tjetër, nëse ne e para punës ka gjithmonë një përballje gjeneratash, një gjenerat që arrin në të 40-tat kritikon edhe mërzitet edhe gjithmonë gjen ato anët negative të gjenerata më e re, pra ata nuk janë aq të mirë sa jemi ne. Duke harruar që këto gjeneratat e reja janë produkti i kësaj gjenerate që ka kaluar. Kështu që nëse kjo gjenerate e re është e dështuar, faji është i joni dhe një pjesë të dështimit na qëndron edhe mbi shpatullat tona. Kështu që ne nuk o duhet mbajmë përgjegjësi për të dështimet që ka sjell gjenerata, ose nuk mund t'i vendosim gishtin gjeneratës dhe t'i themi ti e dështuar. Atëherë le ta bëjmë si fushat politike, si këto debate televizive zgjedhore në Amerikë, se këtu s'para funksionon shumë. Ke 60 sekonda kohë, çfarë do t'i kushullosh ti gjeneratës që po na dëgjon në këto momente? Ta kenë shumë parasysh dhe shumë të rëndësishme. Mua m'pëlqen që nuk e di se çfarë do t'i këshilloj, po, e di se shumë mirë se çfarë do t'i këshilloj. Dua që t'i këshilloj leximin dhe studimin, sepse gjenerata Z, duke jetuar shumë në rrjetet sociale, informacionet i merr, po, janë shumë të informuar, por informacione shpesh i ka të fragmentarizuara. Dhe duke pasur të fragmentarizuara, ndonjëherë një nocion merr komplet një kuptim tjetër ose nxirret nga një kontekst dhe vendeset në një kontekst tjetër, duke e ndryshuar kuptimin, ndoshta duke marrë edhe komplet të kundërtën. Dhe mendoj që studimi dhe leximi janë shumë të mirë për të zhvilluar mendimin kritik. Kështu që mos largohen nga leximi dhe nga informimi që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, dhe të vazhdojnë të postojnë, sepse kam thënë edhe një herë tjetër, janë gjenerata Z janë si ato milingonat e vogla, bëjnë ato edits shumë të bukur, gërmojnë thellë dhe nxjerrin ca informacione, nxjerrin bashkë dhe na servirin realitetet të reja. Zonja dhe zonjë, Jacqueline Lekatari sot me ne në Live from Tirana për të diskutuar me gjeneratën aktuale që po bën nami dhe po ndryshon. Që është e ardhmja e botës. Unë të falenderoj shumë Zhak që ishe në program. Ronaldo, kënaqësi jemi bashkë. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim, edhe faleminderit gjithë ju që na dëgjuat edhe sot në Live from Tirana. Edhe ne gjithashtu ju urojmë juve një ditë të bukur në vazhdim, por mos harroni motoja e këtij programi, të paktën nga unë, është që pavarësisht se si ne dëshirojmë që ju ta keni ditën, do ta keni as më pak as më shumë se siç keni shpirtin. Kujdes, mikrofonin nga Xhibani mbyll programin për ditën e sotme. Ne ridëgjojmë nesër. Deri atëherë, bëfshit qef.